Kur heronjt bien. E pra mi sot unë do të flas për mëkatin e Noeut. Ka një të vërtet që na shqetëson, por që Bibla nuk e fsheh. Edhe njerëzit më të drejtë mund të rrëzohen. Noeu nuk ishte një njeri i zakonshëm, ai eci me Zotin, dëgjoi zërin e tij, ndërtoi arkën në bindje, shpëtoi familjen dhe krijimin, e megjithë këtë, pas gjithë kësaj historie besimi, vjen një varg i shkurtër në Bibël, por me një gravitet të rëndë. Noeu filloi të punojë tokën dhe mbolli një vresht, dhe më pas ai pi dhe rrëzohet. Ky është momenti kur Bibla na kujton që shenjtëria e djeshme nuk garanton qëndrueshmërinë e sotme. Ky tekst është i thjeshtë, por shumë i thellë. Noeu doli nga arka, bota është diçka krejt e re, fillimi është i pastër dhe ai nis diçka të mirë, nis të punojë tokën, mbolli një vresht, deri këtu asgjë e keqe, por pastaj vjen një moment i rrëzimit, nga bekimi në abuzim, nga puna në tepri, nga kontrolli, në humbje të kontrollit. Shumë rënje miq, nuk fillojnë me gjëra të këqija, me motive të gabuara, por me gjëra të mira që dalin përtej kufirit. Noeu nuk u rrëzua gjatë përmbytjes, por pas saj, kjo është e rëndësishme. Ai nuk ra gjatë presionit, gjatë luftës, gjatë krizës, por pas suksesit. E pra, shumë njerëz qëndrojnë të fortë në betejë, por rrëzohen në paqe. Sepse kur lufton je vigjilent, por kur ti relaksohesh, ul mbrojtjen. Noeu është vetëm. Nuk ka shoqëri të madhe rreth tij. Nuk ka një polis, një qytet, nuk ka strukturë, nuk ka shtet, dhe shpesh izolimi krijon hapësirë për dobësi. Kur njeriu nuk ka llogaridhënie, komunitet, kufi, një pastor, miq rreth vetes, një familje, ai nis të jetojë sipas dëshirave të tij. Përmbytja ndryshoi botën, por nuk ndryshoi plotësisht natyrën e njeriut. Noeu ishte i drejtë, por jo i përsosur. Kjo është arsyeja pse shpëtimi nuk është fundi i betejës, por është fillimi i një jete me disiplinë dhe llogaridhënie. Më lejoni të ndaj shkurtimisht për ju 3 mësime të mëdha. E para, askush nuk është imun mbi tundimin. Nëse Noeu mund të rrëzohej, të gjithë mund të bien. Kjo nuk është për të na friksuar, por për të na mbajtur të përulur përpara Zotit. Së dyti, fitoret shpirtërore duhet të ndiqen nga vigjilenca, mos e ul mbrojtjen pas suksesit, vigjilencën pra, sepse djalli nuk të sulmon vetëm në mes të betejës apo në humbje, por edhe kur ti ke përfunduar betejën dhe ke marrë një sukses të madh. Disiplina është mbrojtje ndaj karakterit. Kjo është e vërteta e tretë. Noeu kishte thirrjen e Zotit, por në atë moment mungonin kufit e shëndetshëm rreth tij. Aty ku nuk ka kufi, rrëshqitja, rrëzimi është çështje kohe. Ndaj unë pyes veten sot, ku jam duke ulur vigjilencën time? A ka fusha në jetën time ku po e teproj? Apo mbështetem tek sukseset e djeshme në vend që të mbështetem tek Zoti dhe tek bindja e sotme? Sepse nuk ka shumë rëndësi se si e fillon, por si vazhdon udhtimin. Noeu ndërtoi arkën, por nuk ndërtoi kufi rreth vetes së tij. Ai shpëtoi botën, por nuk ruajti veten nga rrëzimi. Kjo histori nuk është e vërtet vetëm për Noeun, por sa burra dhe gra, të cilët e kanë nisur mirë udhtimin e tyre të besimit, rrëzohen. Ndaj miq, kemi nevojë për hirin e Zotit. Kemi nevojë për kufi të shëndetshëm dhe kemi nevojë për të ruajtur një zemër të përulur dhe vigjilente ndaj tundimit, joshjes dhe mëkatit. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, na ruaj nga rënja pas fitoreve, na mbaj të përulur edhe kur kemi qenë besnik, na jep vigjilencë në momentet e qeta dhe një disiplinë tek gjërat e vogla, mos lejo që suksesi i djeshëm të bëhet dobësia e ditës së sotme. Ndihmona që të ndërtojmë në jetën tonë kufi të shëndetshëm dhe ruaj zemrat tona në disiplinë dhe vigjilencë shpirtërore. Ndihmona që t'jemi syçel. Bekoj burra dhe gratë, Zot, që po ndjekin sot. Ruaj dhe mbroj martesat e tyre, jetën e tyre, integritetin e tyre moral. Bekoj familjet dhe fëmijët e tyre, o Zot, e qofshin të bekuar në çdo dimension, në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq,
Nëse meditimi i kësaj dite ka qenë bekim për ju, dani me miq tuaj. Mos përtoni, thjesht një klikim. Bëjni share me dikë. Ndërsa unë pres ju takoj sërish nesër, uroj të gjitha bekimet e Zotit mbi jetën tuaj, takohemi tek meditimi i radhës ditën e nesërme.